Këto fruta dhe perime largojnë toksinat nga ëmbëlqia. Konsumojeni rregullisht dhe do të shikoni rezultate pozitive. Ka ushqime që duhet të përfshihen në dietë, jo vetëm sepse janë të shijshme, edhe nëse nuk ju pëlqejnë, hajini sepse janë të shëndetshme. Ja çfarë mund të bëjnë disa prej tyre. Avokado. Ëmbëlqia është ajo që e çliron trupin ton nga toksinat, por midis tyre ka shumë substanca të dëmshme që mund të ndërhyjnë në funksionin e ëmbëlqisë. Kjo është arsyeja pse avokado është e mirë dhe duhet të përfshihet në dietën tuaj rregullisht, sepse është plot me glutation, i cili zbërthen toksinat kimike. Grapefruit. Grapefruit është një djegës natyral i yndyrës, prandaj është një pjesë thelbësore e dietave. Hajeni si një meze të lehtë, bëjeni lëng, shtojeni limon, mjalt, kanell. Është gjithashtu i shkëlqyer për forcimin e sistemit imunitar. Kastraveci. Kastraveci është një freskues natyral i frymarrjes, ashtu si edhe molla. Kur ham një kastravec të freskët, ai stimulon përshtypjen, e cila ndihmon në largimin e mbetjeve të ushqimit nga goja jon, të cilat janë ato që krijojnë erën e pakëndshme.